Okej, tani do të lidhem me avokatin Romeo Karaj, cili është njëkohësisht edhe një njeri angazhuar për të denoncuar shumë nga aferat korruptive në kohë, dhe jo vetëm të një qeverisje, po në tërësi të asaj që ndodh me qeverisjen në raport me mbrojtjen e interesave të qytetarëve. Ai është tani online për Revista MCN. Faleminderit zoti Kara dhe i mirëpritur në bashkëbisedim për Revista MCN. Faleminderit juve Denis. Natyrisht që unë bëra një para prezantim, ju ndiqni me shumë vëmendje, shumë kauza, shumë skandale që ndodhin në Shqipëri. Unë do të ndalesha tek i fundit, siç është ky i call centerave, ku mendoj se do ta konsideroja më shumë se sa një skandal, një sukses atë që kanë arritur të bëjnë ky grup njerëzish të cilët janë angazhuar të ngrejnë as më pak, as më shumë, po mu në zemër të Tiranës, në kullat e shtrenjta, si të them, bërthamat e tyre të funksionimit të call centerave. Si e ke parë këtë skandal ku na duhet që të vijë një gazetar nga Italia, praktikisht nga Lejene, nga një emision investigativ, të futet, infiltrohet, të zbuloj gjithçka, por këtë gjë nuk e sheh policia e shtetit, nuk e sheh antikrimi ekonomik, nuk e shohin organet e tjera ligjzbatuese si Shërbimi Informativ Shtetëror, pastrimi parave etj. Si të zhdukur ky skandal në këtë prizëm? Por mendoj që zgjati shumë ky lloj krimi në Shqipëri, edhe pse dihen nga të gjithë, tani po marrin vesh shumë më të mëdha dhe mendoj që te kalon mbas edhe narkotrafikun. Pra kemi pika të ndryshme, biletën e lesh thanë, pas ka pasur një pikë që bëndi nga 20 milionë euro në muaj, pika ndryshme në Tiranë që bëni nga 20 e nga 30, mendo tani që brenda 2 vjetësh një pikë e tillë mund të vjedhi sate nga shtetasit evropian 1 miliard apo dhe më tepër euro nga xhepet e tyre, duke shkatruar familje dhe jetë të tëra, dhe për më tepër që me këto para unë mendoj që nuk kanë kaluar pa e ditur të gjitha strukturat, nga maja e shtetit deri tek polici më e thjesht, të cilët janë përlyer në këto skema, dhe fakti që kemi 2 kullat kryesore të përfshirë në Tiranë, tregon që ata kanë qenë të sigurt dhe jo vetëm me garancinë, por edhe me bekimin e njerëzve më të sigurt që merren me ligjzbatimin në Shqipëri. Jemi para kushteve kur nuk kemi mbyllje, kur nuk kemi padije, po kemi mbyllje sysh të paguar, apo jo? Kështu po thoni? Unë mendoj që janë të gjithë paguar në këtë skemë. Nga polici më i thjesht i zonës deri tek pjesa e krimit ekonomik dhe tek strukturat më të larta. Janë të gjithë paguar. Pra, llogarisni sa para kanë qarkulluar, janë miliarda pra. Të gjitha pikat bashkë në disa vite bëjnë miliarda. Pra një kangren e pa imagjinueshme, domethënë, e kanë lënë në këtë zonën gri. Qartë. Gjëja e pa rregulluar, po në fakt ka qenë një fiks një çorganizim organizuar apo një indiferencë organizuar më së miri. Ekselente mënyra përkufizuese juaja, po mund t'i vëmë neve për shembull të dy së bashku kësaj logjike një kokë, pra po themi, mund të jetë supozojmë ministri i financave përgjegjës për këtë, ose ministri i brendshëm, ose në bashkëveprim 2-3 institucione, pra ka këtu një përgjegjës kryesor që mund të adresojmë si problem publik, le të themi tani, se t'ju marrësh miliona euro qytetarëve europian, të synosh që futesh... Unë po i bia Napolla, për shembull jam unë kryetari i shtetit. Unë kam gjithmonë informacion kemi informacion. Pra unë e morën nga lart. Nga maja më e lartë e shtetit. Presidenti i vendit nuk ka informacion për këtë lloj biznesi? Ai duhet të ketë informacion dhe për njerëz veçantë që mund të jenë pjesë zbulimeve të huaja, agjenturave të huaja. Po kryetarja e shërbimit informativ, s'po flas pastaj për Ministrinë e Rendit e tjerë. Në këtë shumë parash, domethënë, në këtë qarkullim parash, këtë turnover të pa imagjinueshëm, pra biznesi më fitimprurës pas kanë qenë këto, domethënë. Këta pas kanë pasur
këta konkurrojnë me buxhetin e shtetit në lidhje me edhe me forcën e investimit që mund të kenë, jo më pasaj për të blerë struktura shtetërore. Këtu janë zhytur gjithë, besoj. Kryeministri flet shpesh për legalizim, për formalizim tregu. Tani ne kemi folë më shpesh, tani do të bëhet kjo, do të bëhet ajo dhe kur nuk janë bërë, le të harrojmë çfarë thot kryeministri, shohim realitetin ku kemi mbritur. Po ku kemi mbritur? Edhe unë si besimtar shpresoj që se mirë ky shtet i ynë që nuk do të bëhet, domethënë, nuk do ta pranoj që ne mund të jetojmë në një vend me norma ku tjetë një shteti së drejtës, një shtet ligjor me ndarje pushtetet e tjerë. Po ato mallkimet atyre njerëzve që kanë grabitur kështu, i kanë mashtruar në këtë mënyrë, nuk mendoj se mund t'i kapin domethënë. Shiko, po shpresojnë tani. Do të thënë duke qenë një njeri që jeni afër ligjit, merreni me çështje, keni denoncuar gjithashtu çështje, jeni në kontakt besoj të vazhdueshëm me ecurinë e shumë prej hetimeve që kryen BKH-ja, pra Byroja Kombëtare e Hetimit, por edhe prokuroria e posaçme pra SPAK-u. Si shpjegohet, se ne tani edhe çdo gjë çojmë te SPAK-u dhe është çik e tepruar, më duket nganjëherë sikur ne themi vetëm fjalën SPAK në mënyrë edhe inflacioniste, po ndërkohë vetëm te SPAK-u mund ta përplasim kokën sepse ndryshe s'kemi si e bëjmë. Por nga ana tjetër, vëre që nëse s'kemi një iniciativë nga ndërkombëtarët, këto çështjet me kaq shumë para dhe me kaq shumë implikime strukturash, sikurse është rasti i call centerave, ku ne po përmendim deri në nivel mosveprimi ose mosdije ose heshtje ose mbyllje sysh nga presidenti i Republikës e gjithë poshtë kryeministri, çka ka gjithë struktura vertikale e shtetit. A duhet dikush që të marrë një iniciativë të hetojë për këtë çështje? Pra, si shpjegohet që ne duhet na vi gjithmonë nisma nga jashtë dhe detyrohemi pastaj të hetojmë? Unë pata marrë para shumë vitesh një iniciativë personalisht. Edhe pse pata këshilla, kuptohet, këshillat janë që të kujdesit. Të mos merresha me to, nga të dy krahët e politikës, unë e mora personalisht. Nuk prita të bëhet një shteti dhe pastaj të merret me ato punë. Unë po provokoj sistemin. Duke provokuar sistemin, do shikoj të ketë pak një minimum reagimi nga drejtësia, dhe nëse nuk e bën drejtësia, do ta vazhdoj moralisht në media e tjerë, në jetë e përditshme. Me një proces ja kam dalë, me një tjetër jo. U bashkuan dy palë për ta mbyllur. Ke fjalën për Çezin apo? Për privatizimin. Po, të dy janë dy çështje që përmendet emri Çez, po janë të ndryshme, pasi janë në kohë të ndryshme. Të dyja forcat politike u kujdesën që ta mbyllin shkallë parë në apel edhe në gjykatën e lartë. E kanë mbyllur para pak muajsh e mbyllën gjykatë e lartë. Megjithatë, këtu jemi, do të shohim. Unë nuk jam ata që heq dorë, domethënë. Këta nuk lodhen duke na vjedhur dhe duke na tallur me, as unë s'do lodhem duke i kundërshtuar paktën. Paktën në nështrimi nuk e njoh. Dhe çështja e dytë që ju thatë që po Çështja e dytë është mbledhja e borxheve, një e parë është privatizimi, tjetra ka qenë kontrata e mbledhjes borxheve dia Çez. E para kishte edhe disa qindra milion euro në lojë, e dyta prap kishte në lojë 460 milion euro për të mbledhur, gjysma të cilave do t'i merrte dia, domethënë. Gjë që të cilën ne kemi parandaluar, po të parën jo. Parën ajo ka ndodhur në 2009, unë kam hyrë këtë lojë pak më vonë. Okej. Por që do të vlente shumë nëse do të kishim ndëshkime të duhura sipas ligjit, që të mos kishim këtë gjendje sot. Këtë e kam bërë me vedi të plot. Shoh një lloj pezmi në raport me besimin që ke ndaj strukturave kryesisht ligjzbatuese që kanë parasysh këtu të paktën prokurorinë e posaçme dhe gjykatën e posaçme, s'po flas për gjykatat e rrethit dhe prokuroritë e rrethit, se ato pothuajse janë në gjumë dhe flenë mbi dosje. E lexoj gabim pezmatimin tuaj, pra papritshmërinë tuaj në raport me këto institucione apo kam njohje shumë të mira për paktën unë garantoj që një pjesë e mirë e strukturës SPAK është në gjendje të mirë pune dhe morale. Nuk e di ç'do ndodh nesër, por deri tani i shoh me optimizëm, por duhen përforcuar më tepër. Ngarkesa është e tillë që ne kemi korruptuar dhe mentalitetin tani. Tani çdo gjë bie të shkojë SPAK. Ata duhet të forcohen, zgjerohen, edhe BKH-ja edhe SPAK-u, dhe po të shohësh në këtë rast tregon që duhet të kenë
akoma më tepër kapacitete operacionale. Pra duke mos pasur më besim ke policia, mund të them gati në mënyrë absolute ke policia, e njoh mirë dhe gjendjen polici. Kam njerëz shumë të dashur kur i thonë dhe miqt atje, mirë, janë kryesisht forcat operacionale apo kanë qenë drejtim, por tani janë bërë hija vetvetes edhe më vjen keq që po na zhgënjejnë apo kanë përfunduar në të pikë, domethënë. Pjesa më e ndeshme e pranon në zë këtë që po them unë, edhe me informacione që janë pabesueshme, por nuk po yti përmend këtu. Dhe po shohim tani që ky ka qenë fitore e madhe e krimit në Shqipëri, që shtriu duart edhe në ligj bërje, pra edhe në parlament. Në vendimmarrje, po qartë. Përfaqësues krimit, po edhe në ligj zbatim. Qartë. Për të rikthyer së fundmi me një pyetje call centerave, ky skandal i madh në zemër të kryeqytetit shqiptar me dëme të mëdha në raport me qytetarët e Bashkimit Evropian, natyrisht jo vetëm shtetas italian ata, mendon se do të ketë një hetim shtërues dhe përgjegjës konkret, nuk kam tu parasysh vetëm autorët direkt që kanë organizuar këtë veprimtari të palishme, pra 3 persone të shpallur në kërkim, por edhe ata që kanë lejuar që kjo mënyrë e palishme veprimtarie kriminale të zhvillohet. Pra kam parasysh tu drejtorin ose drejtuesit e policisë Tiranës, drejtorin e policisë shtetit, ndoshta drejtorin e inteligjencës financiare. Nuk është biznes, Denis, nuk është biznes që varet nga një drejtues policie në Tiranë. Është hapur diçka, por mua, domethënë, po të hapet kjo lojë, unë mendoj që deri ku shkojnë? Po të hapet vetëm kadastra, do të marrin vesh çfarë bën Shqipëri. Tani u hap kjo. Kjo është dhe më e rëndë, moralisht, domethënë. Se ne nuk jemi njerëz kaq qi, domethënë. Ti marrësh pensionet të pleqve. Ne nuk e di pse ne po shfaqim domethënë një ashtazarake që është e paimagjinueshme. Dhe mendoj kushdo që të jetë, qoftë kryeministër, se unë tani ja var kollaren e fajit, ja var gjithmonë kryetarin e qeverisë. Po nuk mundet tani nga zyra jote 300 metra, 500 metra të ndodhi kjo. Në 2 krahët e zyrës tënde. Ja që ka njëra 800 metra, njëra 500 metra, 600 metra. Si mund ndodhi kjo domethënë? Më vjen mua turp që jam qytetar i thjesht. Pse ndodhi këto? Jo më pasaj kryetari i shtetit. Apo drejtori përgjithshëm policisë e tjerë. Por mua gjithë politika e lartë është zhytur në këtë llumë, edhe e them me bindje, se unë kam informacione. E zhytur në llumë. Edhe njerëzit e tyre gjakut, e njerëzit e tyre që hanë rinj, janë të zhytur këtu në këtë llumë. A do zbulojnë dot? Tani nuk e besoj që do shkojnë me fakte e prova atje, se është shumë e fortë kjo politikë. Pra, politika më e fortë e Shqipërisë është zhytur këtu. Nuk do ta lejoj drejtësinë mbasi të shkojë deri atje. Por ne kemi paremruar, është thënë nëpër media. Disa nga këta qelbësirat i kenë në Dubai, edhe nuk po kapen. Pra janë të zhytur atje, këta e kanë bërë, nuk ka brira krimi në Shqipëri, nuk ka brira kjo fatkeqësia jonë, tragjedia jonë, këta janë. Pra është edhe arsyet pse i bëjnë. Ja ku janë. Pra ti nga një pikë e tillë të marrësh gjys miliardi euro në vit. Por kjo është çmendurime. Dhe prandaj dukemi si mizak në këtyre domethënë. Ju dukemi të pa vlerë, thonë edhe talle me ne që flasin për drejtësi. Por besoj që në një mënyrë do të çahet kjo rrjet. Çdo natë ka fundin e saj. Qartë. Okej. Që unë besoj që drejtësia si nocion. Por në këtë moment do ta kenë vështirë, do shkojnë deri ke këta 3 vëllezrit edhe nuk do shkojnë më tej domethënë. Qartë. Se do ta stopojnë atje. Por besoj se nuk do mbyllet këtu ky hetim. Është një dukuri shumë e rëndë domethënë. Dhe nuk duhet mbyllet. Edhe nëse këta duan ta mbyllin, edhe sikur Spaku do ta mbyllin, nuk duhet mbyllet. Më përmende pak më parë dhe kjo është pyetja e fundit për ta lënë hapur për një bisedë tjetër ndoshta të dy së bashku edhe ta zhvillojmë si temë, çështjen e kadastrës. Mendon se ka shumë probleme aty? Më tepër se sa shkon imagjinata. Që do të thotë? Që do të thotë që akoma nuk kemi një auditim kadastër. Po ta shohim atëherë do të mësojmë. Okej, e lëm me pikë pyetje dhe të hapur. Ka shmangur me shumë fanatizëm. A, e kuptoj. Ndoshta edhe aty puqen shumë interesa, edhe interesat mbase shkojnë deri lart. Po patjetër.
Kështu që Patjetër. nëse bijem dakord të dy publikisht e lëm për një bisedë tjetër të hedhim sa do pak dritë me sa informacion që kemi të dy në bashkëveprim për këtë kuti tjetër Pandore, se këtu nuk pas kemi vetëm një kuti Pandore, me sa duket ky vend është i mbushur me kuti Pandore. Falenderoj Romeo Karan, i cili na ka hedhur dritë me sa ka i informacion mbi një skandal ku qytetar europian me 10 mira, mund them, të Italisë kryesisht, po edhe të shteteve tjera, pasi call centerat veprojnë në mënyrë të pakushzuar në shumë shtete, janë shfrytzuar, janë mashtruar për të grabitur nga paratë e tyre personale në mënyra nga më të ndryshmet dhe më të shnjerëzoret, sikur se tha, ose më të pashpirtëroret, sikur se tha Romeo Karan.